Presidenti e Kosovës Vjosa Osmani njoftoi se ka mandatuar Glauk Konjufcën nga lëvizja vendosje për të formuar qeverinë e re të Kosovës. Sot në përputhje me kushtetutën, në përputhje me 3 aktgjykime të gjykatës kushtetuese, kam mandatuar zotin Glauk Konjufca kandidat tjetër për kryeministër, ashtu siç qartë e kërkon dhe përcakton edhe neni 95.4, por edhe vet praktika e gjykatës kushtetuese. Mandatimi i zotit Konjufca është gjithashtu në përputhje me përgjegjësinë tjetër, të cilën gjykata kushtetuese ja ka dhënë presidentës në të njëjtat aktgjykime. Respektivisht, përgjegjësinë që presidentja të ruaj stabilitetin e vendit duke shmangur zgjedhjet. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ka thënë se lëvizja vendosje e ka bindur se ka gjasa për formimin e qeverisë së re. Para, qytetarët kanë humbur mjaftueshëm nga moskrijimi i institucioneve. Dhe përtej paragjykimeve politike, si presidente e Republikës, kam konstatuar se verdiktin final, në qoftë se i mandatuari për kryeministër i ka votat e nevojshme për shumicë apo jo, e japin 120 deputetët e Republikës së Kosovës, të cilët sipas kushtetutës dhe të rikonfirmuar në një sër aktgjykimesh kanë vullnetin e lirë dhe jo detyrues të votojnë, pra ashtu siç dojnë vetë. Ndërkohë, lëvizja vendosje e udhëhequr nga Albin Kurti më herët propozoi Konjufcën për mandatar për qeverinë e re të Kosovës, duke dërguar emrin e tij për mandatim tek presidentja. Kreu i lëvizjes vendosje, Albin Kurti, tha se nuk e sheh as si mundësi teorike mundësinë e ndonjë koalicioni për qeverinë me partitë e tjera shqiptare, për shkak të mos bashkëpunimit të tyre. Në Kuvend të Republikës, unë i mora 56 vota, nga 61 sa është minimumi nevojshëm. Ato 56 sigurt i ka edhe Glauku, ndoshta edhe merr ndonjë më shumë. Më pak nuk mund të marr. Prandaj është e pafalshme nëse nuk tentohet. Sa i përket koalicioneve qeverisë me këto partitë, unë nuk shoh kurrfar mundësia as teorike më, për shkak të mos bashkëpunimit të tyre. Kemi shkruar letra, na janë përgjigjur publikisht, na kanë thënë që as nuk takohen. Sipas kushtetutës së Kosovës, mandatari ka afat 15 ditë për t'i prezantuar kuvendit përbërjen e re të ekzekutivit që duhet të marrë mbështetjen e të paktën 61 deputetëve për t'u zgjedhur.